Ngrihet pyetja, a ka ndikim real investigimet gazetareske në Shqipëri? Po, por jo gjithmonë në mënyrë që publiku pret. Jo çdo investigim çon me njëherë në arrestime, dorëheqje apo ndëshkim. Shqipëria ka treguar shpesh se skandali publik nuk përkthehet automatikisht në përgjegjësi institucionale. Kjo është e vërteta hidhur. Megjithatë, ndikimi ekziston. Një investigim i fortë mund të detyrojë reagim zyrtar, të prishë një narrativ të fabrikuar, të nxjerrë në pa konflikt interesi, të ndesë presion qytetar dhe të krijojë memorie publike. Ndonjëherë kjo duket pak, në fakt nuk është. Sepse pushteti mbijeton edhe fal arresës, gazetaria investigative, kur bëhet si duhet, lufton pikërisht arresën. Ajo i mban emrat, datat, vendimet dhe përgjegjësitë në qarkullim publik. Dhe kjo ka vlerë, edhe kur drejtësia vonon. E ardhmja nuk do të varet vetëm nga guximi i gazetarëve, do të varet edhe nga aftësia redaksive për të ndërtuar metoda më të forta pune, për të përdorur më mirë të dhënat, për të bashkuar kronikën me analizën dokumentare dhe për të mos rënë pre konsumit të shpejt. Do të varet edhe nga publiku. Nëse lexuesi shpërblen vetëm skandalin pa provë dhe jo punën serioze, treku do të prodhojë më shumë zhurmë dhe më pak hetim. Nëse kërkon llogari, vijim dhe transparencë metodologjike, media do të detyrohet të ngrejë standardin. Në fund, pyetja nuk është nëse shqipërisit duhen investigime gazetareske, kjo është e qartë. Pyetja e vërtet është nëse jemi gati t'i mbrojmë ato kur prekin interesat e mëdha, kur pushteti nervozohet dhe kur e vërteta del më shëmtuar nga zapritej, sepse aty nis tesi reali një shoqërie që do të thotë se do transparencë, jo vetëm spektakël.